Një mori portretesh mes personazheve të ndryshme të qytetit janë bërë bashkë si pjesë e krijimtarisë më të fundit të piktorit Fatmir Vasiari. Galeria Nicolet Vasia hapi dyert për publikun të martën në ekspozitën personale me personazhe të piktorit Vasiari. Miq të galerisë dhe të piktorit, të apasionuar pas artit të ngjyrave, drejtues të institucioneve të kulturës, ishin present në hapje të kësaj ekspozite. Ajo përmbante 10 portrete që autori ka realizuar në teknikën e vajit, ku janë fokusuar miq të tij familjar, figura me emër të qytetit, por dhe njerëz të thjeshtë. Autori ka vendosur t'i sjellë të gjithë së bashku në këtë ekspozitë që përçon dashurinë e artistit jo vetëm për artin, por dhe frymëzimin e tij që janë padyshim njerëzit. Vetë autori e çmoi këtë ekspozitë si një mundësi shprehje nëpërmjet personazheve për t'i ngulitur ata në artin e pikturës. Sipas Vasiarit, në ekspozitë gjenden të fokusuar miq të tij, të njohur, familjar, dhe të gjithë kanë një gjë të përbashkët, dashurinë me të cilën ai i ka krijuar veprat e tij. Ndërsa për Shpendi Topollajin, mik i Vasiarit, kjo ekspozitë është një dëshmi më shumë e pasionit dhe përkushtimit të tij ndaj artit dhe qytetit. Çelja e kësaj ekspozite e autorit të mirënjohur Fatmir Vasiari është një eveniment mjaft i rëndësishëm për kulturën e qytetit tonë. Përveç anës profesionale, kuptohet që është pjesë e talentit të këtij autori, njëkohësisht dhe për kushtimit të madh që ai ka për profesionin e piktorit. Këtu bie në sy dashuria që ai ka për njerëzit. Po të shikojmë portretet e tij, të cilat për mendimin tim janë të gjitha të realizuara më së miri, me një harmoni ngjyrash dhe me karakteristika të veçanta të secilit, me karaktere të cilat është futur ky autor, bie në sy fakti që jemi me njerëz që kanë dhënë kontribute, me njerëz të thjeshtë, të njohur e të panjohur, të cilët meritojnë të fiksohen në telajon e këtij piktori. Është një ekspozitë që do të ruhet gjatë në kujtesën e spektatorëve dursak, duhet vizituar për faktin se kjo jep mesazhe dashurie, mirëkuptimi, harmonie mes njerëzve. Dhe ky autor e ka realizuar më së miri. Në ekspozitë publiku pati mundësi të shijonte 10 portrete plot dritë dhe ngjyra. Ekspozita e hapur të martën do të qëndrojë hapur për disa ditë.